Ish-presidenti Ilir Meta është paraqitur këtë të hënë në gjykatën e posaçme për të përballur me 2 seanca kyçe që do të përcaktojnë ecurinë e procesit ndaj tij. Në rendin e ditës së gjykokos është shqyrtimi i kërkesës së Metës për ndryshimin e masës së sigurisë e pasuar nga seanca e dytë e gjykimit në themel për dosjen voluminoze që përfshin aferën Çezdia dhe lobimin në SBA. Kreu i Partisë së Lirisë qëndron në paraburgim prej tetorit të 2024-s, ndërkohë që përpjekjet e tij të mëparshme për liri përfshir ofrimin e një garancie pasurore prej 50.000 eurosh janë rrëzuar vazhdimisht nga gjykata. Përpara nisjes së seancës, avokati i mbrojtës Kujtim Cakrani u shfaq optimist përpara gazetarëve, duke lënë të kuptohet se mbrojtja ka pritshmëri për një zëvendësim të masës arrest me burg. Cakrani u shpreh se shpreson për një lajm të mirë gjatë ditës, ndërsa theksoi se fokusi mbetet te argumenti kundër 3 akuzave të rënda që rëndojnë mbi klientin e tij. Kemi zvërtim e masës tani, pastaj kemi të themelit. Kështu që shpresojmë të kemi lajm të mirë sot, se u kanë disa borxhe juve, jo për gjë. Nuk kam marruar për borxhe. Ndërkaq kanë shkuar në gjyq në mbështetje të ish-presidentit edhe deputet të Partisë Demokratike si Flamur Noka, Kleviz Balliu, Bujar Leskaj, si dhe nga Partia e Lirisë Tedi Blushi, e po ashtu të tjerë antar të partisë dhe mbështetës të ish-presidentit Ilir Meta. Meta akuzohet nga prokuroria e posaçme për korrupsion pasiv, pastrim parash dhe fshehje të pasurisë, vepra penale për të cilat po gjykohet edhe ish bashkëshortja e tij Monika Kryemadhi, e cila ndodhet nën masën detyrim paraqitje.